Thjesht sepse ne e besojmë që kur kushtetuta demokratike e Republikës Shqipërisë dhe të gjitha kushtetutat demokratike të Europës ku duan të bëjnë pjesë thonë se ka 3 pushtete të pavarura dhe këto 3 pushtete të pavarura nuk mund të jenë në letër siç ishin deri përpara se sa ne të bënim gjithçka kemi bërë, po duhet të jenë realitet. Kjo parti, kjo shumicë qeverisëse, i hyri detit në këmbë. Dhe pas 100 e kusur vjetësh shtet shqiptar, ne i dham pavarësinë reale pushtetit gjyqësor. Prandaj dhe unë, që e kam udhëhequr kokëforcisht partinë dhe këtë shumicë në rrugën e përpjet për pavarësimin e gjyqësorit, nuk bëhem kur pishman. Pavarësisht lloj-lloj bombash artizanale që kurdisen nga lloj-lloj prokurorësh e gjykatësish, lart e poshtë nëpër Shqipëri, të cilët shija e pavarësisë reale i deh. U mjegullon arsyen, u erson syt dhe i nis në drejtime që të cënojnë pavarësinë e pushteteve të tjera. Duke i bërë minimalisht shkelës të lirive dhe drejtave të njerëzit, se maksimalisht ka ende shumë më keq, po unë nuk do zgjatem këtu. Dhe prandaj dhe sot rreziku i utkryqit të mjegullt në këtë aspekt nuk është që ekzekutivi apo legislativi të cënojë pavarësinë e gjyqësorit, po është që gjyqësori të gjymtojë jo thjesht pavarësinë e 2 tjerëve, por aftësinë e 2 tjerëve për të funksionuar. Dhe kjo ka ndodhur në vende të tjera. Nuk është diçka e panjohur në historinë e zhvillimeve të drejtësisë, por kjo nuk mund të ndodhi në këtë vend, sepse ky vend që është në ngjitje të vazhdueshme nuk e ka në asnjë mënyrë luksin të frenohet e jo më pastaj të ribjerë aty ku ishte. Çfarë është përveç se ndërhyrje brutale në territorin e pushteteve të tjera, pezullimi i ministrit nga një prokuror dhe gjykatës me vendim të një seance paraprake pa gjyq i pa ndodhur në historinë e botës. Çfarë është përveç se ndërhyrje gjymtuese në territorin e pushtetit legjislativ, përpjekja e një shoqate përfaqësuesish të gjyqësorit për të rritur pagat e veta me gjyq, që kur në historinë e republikave me 3 pushtete, pushteti gjyqësor llogarit paga dhe përcakton politikat e pagave apo të taksave të një vendi. Çfarë është rasti më i fundit? Përveç se ndërhyrje në territorin e pushtetit legjislativ, vendimi i gjykatës kushtetuese për se si parlamenti ka vendosur të ndajë komisionet parlamentare. Hapu dhe, i thonë kësaj. Por shpresa është që kjo fazë të jetë kalimtare. Dhe kuturisjet e përsëritura jashtë kornizës kushtetuese dhe ligjore të përfaqësuesve të pushtetit pavarur gjyqësor të fashiten, sepse në të kundërt as do të kemi dot një gjyqësor jo vetëm të pavarur, po dhe domosdoshmërisht të paanshëm dhe profesional,
po as do s'kemi dot një shtet funksional, një administratë publike e cila t'jap më të mirën e vet për performancën e shtetit, pa pasur frikë të marrë vendime, deri dhe për blerjen e letrës higjienike. Ky është fakt dhe është një nga mira faktet që mund t'jap, po e zgjodha enkas sepse është më tragjikomiku i zinxhirit kilometrik të fakteve të prodhuara nga frika. Po as do të kemi dot një sipërmarrje të lirë në punën e vet, dhe larg qoftë deri dhe një konsumator të çliruar nga frika se mund të bjerë në sy. E përsëris, këto janë leksione që vendet e tjera i kanë nxjerrë me vonesa të caktuar. Ne nuk kemi luksin, dhe Shqipëria nuk e ka luksin, të vënohet për t'i nxjerrë këto mësime. Dhe këto rreziqe janë serioze, nuk janë imagjinare. Prandaj duhen marrë në konsiderat nga të gjithë sa nuk e kanë prekur palcën e zhvillimit ekonomik dhe social të vendit, siç ka ndodhur gjetk, kur antikorrupsioni është bërë një kurrë më e dëmshme se sa vetë smundja e korrupsionit. Dhe ka mira, në mos miliona, po mira, studime, libra, doktoratura për këtë temë. Por ndërkohë unë personalisht qëndroj me shpresë dhe me besim. Dhe përpiqem t'i ushqej me këtë shpresë shumë partizan të zhgënjur të reformës në drejtësi, sepse për i vërtetës gjithmonë më të shumta janë rastet e pajustifikueshme të brutalitetit, sa të pajustifikueshëm aq dhe të panevojshëm të prokurorëve, po edhe të gjyqtarëve. Këta të fundit për shembull kanë arritur maja që habisin edhe mbështetësit më të verbër anglisht folës të këtij qyteti, të reformës në drejtësi dhe të gjyqtarëve prokurorëve, të cilët kur dëgjojnë që një gjykatës i thot prokurorit, rëndoje dorën se e ke të lehtë akuzën, apo një tjetër gjykatës në apel i jep ankusit një dënim edhe më të rëndë se sa ai që kishte në shkallën e parë, këta kujtojnë anglishfolësit se këto janë bomba artizanale të propagandës qeveritare. Këto janë fakte. Fakte të tmerrshme. Por halli më i madh është se nuk ka asnjë reflektim të dukshëm në horizontin e pushtetit gjyqësor. Dhe këtë perceptim shqetësues ma përcon një fakt, për mua shumë domethënës, që kur unë ngre shqetësime të saj natyre, këshillat e prokurorisë dhe gjyqësorit, sipas rastit, më ngjeshin si pull poste mbi fjalët e mia, ca deklarata nervoze, si ato të njerëzve që një daull e dasme ju prish gjumin e drekës, me ca thirrje bajate për aktorët politik që të mos i bëjnë presion drejtësisë, bla, bla, bla. Pavarësisht faktit që unë nuk jam aktorët politik, po jam kryeministri, i dal nga një votë popullore, që i dha Partisë Socialiste një shumicë të hatashme prej 83 mandatesh, ndërkohë që kjo parti nuk e ka një konkurrent në historinë botërore, si faktori i qeverisës më mbështetës i pavarësisë drejtësisë dhe faktori më i heshtur politik ndaj fajeve dhe gafave të drejtësisë së pavarësuar, në thelb unë ngre probleme serioze me të cilat duhen të merren në fakt pikërisht hartuesit e atyre deklaratave të kota. Dhe para se të shkruajnë me kollajllëkun më të madh fjalën presion, është fjalë shumë e madhe fjala presion, për mbështetësin më të madh të pavarësisë tyre, që jam unë këtu personalisht
mirë është ta kujtojnë se ku ishin fshehur eksaktësisht kur paraardhësi e ngrinte, puçiste dhe e ulte lavire prokurorën e përgjithshme. Ose nëse ju vjen zor ta kujtojnë se ku mund të jenë fshehur, apo aq më keq ju vetëm mendja ta quajnë të panevojshëm për kujtesën e tyre këtë detaj se helbete iku ajo kohë dhe tani po hym në Europë, le të mos e harrojnë se tani, sot, në këtë kohë, ati që s'u bë dot pasardhësi im, pasi ishte paraardhësi im, nuk ja artikulojnë dot jo një deklaratë, por gjysmëllafi. Edhe pasi telde I lexon librin e shtëpisë, prokurori ton më kurajos, mu tek dera e spakut. Prandaj u sugjeroj të merrem me mesazhin, jo me mesazherin. Se paguen si frëngu pulën nga taksat e shqiptarëve bashkë me 500 sekretarë dhe këshilltarë të tyre që të qeverisin sistemin e ri të drejtësisë, jo që të ankohen për ndërhyrje dhe për presione inekzistente. Nga unë, që u kam dorëzuar shpatën e drejtësisë pavarur, e cila arrinte në zyrën time që nga viti 1912. Kur nuk do ndërhyjmë ne në çështjet që I takojnë drejtësisë. Kur? Po të drejtat dhe liritë e njeriut. Siguria juridike e qytetarëve e punojësve të shtetit apo e sipërmarrësve. Garancitë e procesit të rregullt ligjor dhe me radhë nuk janë çështje që I takojnë vetëm prokurorëve dhe gjykatësve apo thjesht pushtetit gjyqësor. Po janë çështje që lidhen me funksionimin demokratik të shtetit shqiptar dhe me jetën e njerëzve të këtij vendi që I takojnë çdo qytetari I këtij vendi e jo më pastaj të zgjedhurve nga qytetarët e këtij vendi.